koment për përplasjet e brendshme në Partinë Socialiste, të cilat duket se janë thelluar edhe më tepër, duke marrë parasysh atë se çfarë ndodhi dje në mbledhjen e grupit parlamentar, ku Edi Rama ka kërcënuar deri me përjashtim Elisa Spiropalin për shkak të postimeve të saj në rrjetet sociale dhe mungesën mos pjesëmarrjen e saj në votime. Ajo parti sot është më shumë se kur parti krimi. Ajo parti është lubizuar totalisht. Ajo parti sot është parti mburoj e krimeve monstruoze ndaj shqiptarëve, e vjedhjeve monstruoze dhe plaçkitjeve që Edi Rama, organizatat e tij kriminale, qeveri dhe parlamentarët e tij i bëjnë fondeve dhe pasurisë publike. Ky është komenti. Partia dhe qeveria janë lubizuar përfundimisht. Janë gramat e fundit të një regjimi që bën gjithçka për të mbajtur në këmbë, por që shqiptarët kanë vendosur ta hedhin poshtë. 24. Në 23 maj do shkoni për të rikandiduar për kreun e Partisë Demokratike. Keni bërë një libër me qindra faqe për krimet zgjedhore të pretenduara nga Partia Socialiste në vitin 2025 në zgjedhjet e përgjithshme. Ndërkohë, a i keni përfunduar analizën e brendshme të Partisë Demokratike? Faleminderit për pyetjen. Së pari njëherë, ai libër Mira faqesh është një kontribut historik në mbrojtjen e vosë shqiptarëve. Ai libër Mira faqesh është bërë libër traktat themelor në tryezat e të gjithë atyre që besojnë tek vota e lirë. Së dyti, analiza e Partisë Demokratike po bëhet në të gjitha degët. Në disa prej tyre është proces në vazhdim, por gjithçka po zhvillohet në përputhje me rregulloret dhe statutin. Ajo që ka rëndësi shumë i dashur Osman është kjo, se në këtë parti po votohet dhe po zgjidhen kryetarët e degëve me vullnetin e lirë të antarëve të Partisë Demokratike. Në një kohë kur Partia e Krimit që në vitin 2009 nuk ka njeri që mund thotë se ka hedhur një votë të vetme. Këtu po votohet nuk po them çdo ditë, por sipas grafikut të përcaktuar. Janë në vazhdim disa degë dhe në tërësi kjo analizë do përfundojë. Sa i takon zgjedhjeve vitit 2023, ju keni publikuar po ashtu një libër me shumë faqe ku keni identifikuar krimet zgjedhore të pretenduara nga Partia Socialiste, por keni thënë që do bëhet dhe një analizë e brendshme. Edhe për vitin 2023 është duke vijuar analiza e brendshme? Analiza e brendshme është bërë dhe bëhet për analizën e brendshme krahas drejtuesve politik, ne ngarkuam 12 koordinator për qarqet. Dhe të garantoj që në tërësi po bëhet dhe është bërë, unë nuk mund të them se është bërë e përsosur, por analizë është bërë dhe do bëhet në çdo degë. Për këtë e sigurt. E pyetja e fundit, zotë Berisha, në parim, si mund të paraqiteni ju si një figurë ose si një alternativë ndryshimi, kur keni qenë për 36 vite figura qendrore e Partisë Demokratike? Kur keni qenë çfarë? Figura qendrore. Për sa? Për 36 vite. Po. Pra si mund të paraqiteni ju si alternativa e ndryshimit për të rrëzuar kryeministrin Edi Rama?
Po, faleminderit për pyetjen. Osman, po të bësh matematikën e vërtet del ndryshe. Del krejt ndryshe. Do t'jap, të lutem 1 minutë. Tani fole unë të ndëgjova, 36 vite. Para në vitin 2006 më fton në një darkë zyrtare në Myni ish drejtuesi i SME-ve të Partisë Popullore për të majtur një fjalë mbasi unë isha protagonisti i sistemit me taksat më të ulta. Në Tolin, unë pata kënaqësi dhe nderin të kam një personalitet të shquar të ekonomisë amerikane dhe botërore, ish këshilltar i 2 ose 3 presidentëve amerikan, Paul Walker. Zoti kryetari i forumit me paraqiti mua tek zoti Walker. Tha, ish presidenti, tani tha është kryeministër. Dhe zoti Walker, në mënyrë të shkujdesur, më kthehet dhe më thot, qenë ka si Putini, kjo punë. Si që bëri Osmani tani. Dhe unë i thash, pak me një ndryshim. Çfarë ndryshimi, më tha? Unë i thash, kam qenë 8 vite në opozit, kurse Putini e ndroi vendin me Medvedjevin. Mirë pa ai, u lëndua në vetvete. Dhe burr fisnik, a ishte takimi i parë me mua. Dhe herë të tjera, ai gjithnjim ka dërguar të fala. Dhe me personalitetet që takonte dhe u e bëri atë. Jo, unë jam njeriu që kam provuar më shumë se çdo njeri sot në skenën politike dorëheqjet. Unë jam njeriu që kam provuar më shumë se kushdo tjetër udhëheqjen e opozitës. Pra, është një histori krejt tjetër, por në qoftë se merr vitet e pushtetit, si vite pushteti, Edi Rama ka 25 vite në pushtet kundër 13 viteve që ka Sali Berisha. Qoftë se marrim vitet e pushtetit. Edi Rama është 25 vite në pushtet. Ka 13 vite dhe 25 vite në pushtet të Edi Ramës janë katastrofa e Tiranës dhe e Shqipërisë. Ndaj dhe Osman, unë e kuptoj që propaganda e tërë artilleria e propagandës drejtohet drejt Sali Berishës dhe ti nuk je pjesë e asaj propagande, por nuk duhet t'jesh viktime saj, ja kam fjalën. Nuk duhet t'jesh. Diçka, ju e dini e thatë vetë që unë pjesë e propagandës, apo edhe viktime propagandës nuk jam, s'kam përqenë ndonjëherë. Jo, nuk mirë. Pyetja që shtrova unë nuk lidhej me vitet tuaja në pushtet. Pyetja që shtrova unë është mbi pushtetin që ju keni pasur në Partinë Demokratike në pas viteve 90. Pra që ka qenë i pa diskutueshëm edhe kur Lulzim Basha ka qenë kryetari i kësaj partie. Absolutisht. Kjo ka qenë një e vërtet që besoj se pra perceptimi publik ka qenë ky. Por jeni aktualisht sot kryetari i Partisë Demokratike. Pra, keni qenë president, ish president, ish kryeministër dhe përsëri vazhdoni të jeni lider i Partisë Demokratike, kryetari i saj. Sa ju, zoti Berisha, përtej edhe gjithë arsyeve që ju argumentoni, mund të përballeni dhe mund të fitoni me këtë makineri që është krijuar. Dhe mund të frymëzoni qytetarët shqiptarë për të fituar. Po. Kjo është një... Tani, këtu duhet të jemi pak objektiv përsëri. Kjo është një narkodiktaturë. Kjo është një diktaturë autokratike që bazohet në farsën elektorale, në shtypjen që pranon pluralizmin, por e shtyp pluralizmin si të pat dje Ilir Metën në kafaz. Prit.
si që pati Ilir Metën në Kafaz. Pra, kemi të bëjmë me një diktaturë, e cila në projektet e saj, o Gurzeza kishte një objektiv madhor, shndrimin e Partisë Demokratike në fasad të saj. Shndrimin e Partisë Demokratike në fasad të saj, në aleatën bashkëqeverisje, fasad. Aty një njeri ndërhyri, dhe ky ishte Sali Berisha. Gjërat uroj dhe shpresoj të analizohen si që janë. Nuk është e vërtet kur që unë ndërhyra, kur u shpalla në ngrata. Jo. Dhe kam thënë atë dhe them dhe tani. Nuk më shërbente. Jo, nuk më shërbente. Por kur pash duar të zeza të kontrollonin Partinë e Demokratëve, atëherë ndërhyra fuqishëm. Dhe zbashk me demokratët e shpëtuam këtë parti. E shpëtuam këtë parti. Sot, ajo e shpëtuam, e rikthyem partitë vërtet opozitare, e rikthyem në genet e saj. Si që ishte të menue, parti e parimeve të bashkë. Prit. Së dyti, e kam thënë dhe e them, 2021 nuk ishin zgjedhje, ishin fars. E kam thënë që të pas nesër. Por, ai që drejtonte, nuk ishte shqetësim farsën, kishte shqetësim se si të bëj koalicionin me Edi Ramën.